i konsiderojnë një turp për këtë qeveri, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama, por edhe rënjen e kësaj qeverie të korruptuar sipas tyre, duke publikuar edhe përgjatë javës të dhëna dhe detaje nga dosjet dhe sigurisht ato që kanë mundur të bëhen publike, pikërisht për zonjën Balluku, por edhe për arrestimet në institucionin e Akshit, ndërsa shohim që ka pasur tensione deri edhe në përplasje fizike me punonjësit e gardës, janë hedhur objekte edhe në drejtim të kryeparlamentarit zotit Peleshi, ndërsa përpiqej të vijonte me rendin e ditës. Shohim zotin Berisha që vijon të jetë pranë foltores duke kërkuar që të jetë prezent në këtë sallë Agasi, sipas tij biznesmeni që ka një urdhër arrest pikërisht për aferat apo tenderat korruptiv të kryer nga Akshi në bashkëpunim. Pikërisht në këto momente vijojnë edhe tensionet, deputetët opozitar nuk lëshojnë pe në aksionin e tyre, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga ana e kryeparlamentarit që të zënë vendet e tyre dhe kjo seancë të vijojë normalisht në vijim. Ata vijojnë të bëjnë denuncimet e tyre edhe përmes rrjeteve sociale, pamje të drejtë për drejta që ata kanë ofruar përmes këtyre profileve të tyre përgjatë këtij aksioni që ka ndërmarrë ditën e sotme në seancë. Janë përjashtuar deputetët Kleviz Balliu dhe Flamur Noka nga punimet e kësaj seance nga kryeparlamentari Peleshi, ndërsa vijojnë përplasjet. Kemi parë prezencë të tymuesve, flagadanëve në këtë sallë të seancave sot. Pavarësisht përjashtimit, zoti Noka dhe zoti Balliu vijojnë me protestën e tyre në sallën e seancave. Vjen votimi i pikave të rendit të ditës pa asnjë debat, sikurse është propozuar kështu edhe nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla, duke shmangur debatet për pikat e rendit të ditës. Kanë ngritur kartonët jeshil deputetët e mazhorancës, duke kaluar kështu pikat e rendit të ditës parashikuara për ditën dhe seancën e sotme. Me tymuese në kuvend, duket se tensionet vijojnë, garda që mund
mundohet të largoj të objektet të futura në sallë nga ana e deputetëve demokrat. Ka vijuar ky aksion opozitar pak minuta përpara se kjo seancë të fillojë zyrtarisht e deri në këto momente ku deputetët e opozitës refuzojnë që të lëshojnë pikërisht ulset e ministrave, duke vijuar me aksionin e tyre, me pankarta, me objekte që i kanë futur në këtë sallë të seancave si flakadanët. Ka pasur momente që tensionet shkuan edhe deri në përplasje fizike me punonjësit e gardës, kanë hedhur objekte edhe në drejtim të kryeparlamentarit Peleshi pak minuta më parë, ndërsa mazhoranca vijon duke votuar pikat e rendit të ditës, pas kërkesës së kreut grupit parlamentar Tauland Balla, me propozimin që të mos ketë diskutime për gjatë kësaj seance për pikat e rendit të ditës dhe të kalohet me njëherë në votim, është vijuar pikërisht në këtë mënyrë me votat e mazhorancës, duke kaluar pikat e rendit të ditës